Përshëndetje të nderuar miq, në këtë kohë situata jo të qetë por të turbullt në Tiranë për shkak të protestave që vijojnë prej disa ditësh. Sot do të zhvilloj një bisedë ndryshe me Toni Selimin. Ne kemi folur edhe më përpara për të gjithë publikun ton. Ai është trajner, këshillues, ekspert, mentor për biznesin, pra për të rit këshillat janë mjaft të vlefshme, por këshilla falas nuk ka. Ai ndodhet në Tiranë dhe kushdo që është interesuar e gjen për të mësuar shumë prej tij për të ndryshuar jetën. Toni, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, është kënaqësi Dilber. Faleminderit Toni. Toni, do ta nisim më thjesht një pyetje që e bën gjithë. Ku ndodhem unë në mes të gjithë kësaj situate, zhvillimi të vrrullshëm, inteligjenca artificiale, pra si të përballem unë me botën, si të hyj në lojë, si të hyj në treg? Si të ekzistoj, si të jetoj? Janë shumë pyetje, dilema. Dilema, normal, çdo njeri ka dilemë, por gjithashtu kur zhvilloj diçka e re si teknologjia tash për shembull inteligjenca artificiale, është një mundësi e jashtëzakonshme për njeriu që ndëgjon, për njeriu që dëshiron me të vërtetë të ngrinë edhe karrierën, edhe biznesin, por gjithashtu të krijon një brand personal. Pse? Për shkak se tash nuk është problemi informatës, problemi është i strategjisë, i strukturës, është problemi që njeriu se ka ngrit e ka menaxhuar mendjen në atë mënyrë që të jetë organizuar. Tash inteligjenca artificiale për njeriu që se ka mendjen e organizuar do t'ja tregon se nuk je organizuar. Do të thonë mund ta edhe zhduken nga një anë për shkak se ti nuk e ngrit veten në atë mënyrë që ti jesh i qartë se çka dëshiron dhe si dëshiron të përdorësh inteligjencën artificiale që të mund së bashku të krijojnë një hap të qëndrueshëm, një qartësi, një vizion, një biznes ose të bësh një si përmasë tepër i suksesshëm. Do të thonë njeriu duhet të bënë atë punën e mbrëmshme që biseduam edhe këtu te Rogneri, te hoteli. Do të thënë qartësia vjen me veten. Dhe sa më shpejt të qartësohen vlerat tuaja autentike, aq më shpejt mund të qartësosh se çka është ajo që ti dëshiron të bësh. Dhe kur e din atë qartë, atëherë shfrytëzon inteligjencën artificiale të përshpejtosh procesin. Nëse ti nga ana tjetër dëgjon kaosin, ajo do ta marrë gjithë energjinë. Dhe kjo është ajo problemi se shumica e njerëzve nuk kanë kontroll të mendjes dhe mendja kur nuk është në kontroll është si një lum pa shtrat, shkatron çdo gjë në rrugën e tij. Kanë shqiptarët shpirt biznesi, udhëheqje, leadershipi? Absolutisht po. Unë besoj me gjithë shpirt të shqiptaria, të shqiptarët, për shkak se ne jena popull punëtor. E kam pa atë sen të familja ime, e kam pa atë sen të familja e gjerë, por gjithashtu të çdo shqiptar në trojt tona dhe në diasporë. Çdo shqiptar kur shkon në diasporë krijon një biznes apo është duke i punuar për të shkolluar fëmijët e tyre që fëmijët e tyre të ngrihen një shkallë më të lartë. Edhe në vendet tona, edhe pse ne kena një kulturë këtu më së tepër mi ankohena, por realisht ne jena tepër të aftë. Është problemi prapë të struktura, është problemi prapë të plan programi, është problemi të kesh një strategji të qartë, një vizion të qartë se ku dëshiron, dhe gjithashtu mos hysh në atë vend ose me njerëz që gjithmonë ankohen dhe për vete ata nuk kanë qartësi të vizionit të tyre. Do të thonë fokusonja kohën, menaxhonja kohën në atë mënyrë që përfiton ty se çka dëshiron të krijosh në këtë botë. Toni, kush janë ato komplekset tona të shqiptarëve? Nuk po flas me gjëra të Ballkanasve që na pengojnë që të integrohemi në këtë tregun global. Së pari ka shumë pengesa. Shumica e njerëzve frigojnë për një gjë që është e re. Do të thonë ne jemi në tranzicion për një popull të vuajshëm, për një popull me shumë trauma në një epokë shumë të re, në një treg global. Dhe gjëja që i shofi se shumica e shqiptarëve kanë problem këtu është domethënë identiteti i njeriu. Nëse ti identitetin tënd nuk e ke zhvilluar në përputhje me çfarë dëshiron në botën globale, do të dështosh. Dhe gjithashtu këtu kena përse tepër mi paragjykime. Dhe paragjykimet e ndalojnë njeriu, e bllokojnë njeriu. E treta është domethënë me shumë njerëz që bisedoj kur i pyes pyetje të qarta, ata janë të bllokuar. Nuk e dinë edhe vetë çka don. Edhe këto tre sende nëse nuk qartësohen,
ti do të vazhdojsh jetën duke i thunë vetes nuk di. Dhe me thënë, mënyra se si bisedon me veten gjithashtu është shumë kryesore për ti të qartësosh gjërat dhe të zhbllokohesh. Nuk mund ti të zhbllokohesh nëse gjithmonë i thua sistemit operativ tëndit, besoj trupin, mendjen, shpirtin, duke i thonë vetes nuk di çka dua. Janë shqiptarët bashkëpunues në grupa apo na karakterizon ai individualiteti dhe nuk bëhemi dot bashkë? Individualiteti është bërë se një virus në kulturën tonë. Dhe me thënë, ka pjesën e shumë qëndechme të individualitetit dhe është pjesa shumë toksike, ku ne bëjna aq veçak që dhe me thënë nuk shohin gjërën shoqërore. Ne jena qenie njerëzore që ne lulëzojmë në rrjetet sociale. Dhe me thënë, neve na duhet ai kontakti me një njeri tjetër që ne vazhdojmë edhe ti përballojmë betejat, por gjithashtu të hulumtojmë zgjedhje të problemeve të ndryshme. Edhe kena një fjalë popullore, dy mendje janë shumë më të mendshta se një mende. Toni, keni vënë re që në Shqipëri, në botën shqiptare, është vështirë që të lejohesh që të pranosh një këshill, por më shumë janë të prirur drejt asaj që na bën praktika, pra të bëhemi vetë, jo duke dëgjuar të tjerëve. Të ta lejojmë atjetrin që të na depërtojë për të na dhënë ide, mendime. E keni vënë re këtë? E kam vënë re këtë, por gjithashtu ka shumë të ri që dëshirojnë të mësojnë. Edhe kam pas disa raste të Rogneri me punëtorët që punojnë këtu, që më kam pa me klientët e mi, që kam hip në bisedë kur kam kryer ditë natës, dhe më kam pyet pyetje përcakme dhe i kam zhbllokuar, i kam çliru prej mendimeve me të tyre. Do me thënë, kena një shtres të shqiptarëve që me të vërtet dëshirojnë të mësojnë dhe të ngrihen. Dhe nga ana tjetër, kena shtresën tjetër që ata me veten janë të bllokuma, kanë do me thënë atë mendjen që unë i di krejt, po gjithmonë ankohen. Njeriu që ankohet, ajo është përgjigje e parë te vetvetja se ti nuk i din çdo gjë. Se do me thënë, duhet të mësoj shumë gjëra që dalësh prej ankimit në një vizion, në një qëllim, në një jetë të plotësueshme. Toni, ju këto ditë të qëndrimit në Tiranë keni qenë në disa studio televizive. Sigurisht aty keni pasur edhe feedbackin, komunikimin, keni vënë ndoshta edhe net medias kemi nevojë për trajnime më shumë për dalë edhe pak më gjerë tek si janë bizneset në Shqipëri. Pra pronarët CEO-t kujdesen për trajnimin e stafit, pra si është marrëdhënia? Sepse nëse një staf i fuqishëm, edhe pronari, edhe biznesi, edhe media, po çdo sipërmarrje do ecë. Momentalisht, do të thënë, se mi pyet disa pyetje. Së pari dhe kthehem te mediat shqiptare. Unë gjithmonë kam thënë gjithë mediave ku ka qenë në televizor, se do të kishim përfituar shumë në zhvillim të trajnimeve të mediave që kanë bërë me disa njerëz në përballë. Pse? Për shkak se mediat kanë një rol të fuqishëm. Dhe momentalisht mediat shqiptare janë gjithë njëri kundra tjetrit. Normal se ka individe që bashkëpunojnë, po nëse mediat shqiptare krijojnë një vizion bashkëpunimi, ne krijojmë një forcë kombëtare që askush s'mund ta thynë. Dhe mediat kanë një rol tepër kryesor për arsimin e masave, edukimin e pasave, për ndryshimin e perceptimeve, për thirrjen e këtyre murrave që i kena edhe kulturor, edhe shoqëror, por gjithashtu prej traumave të ndryshme që i kena pas. Domethënë, ekspertët si unë dhe mediat janë kyç për ndryshimet që ndodhin në trajt tona. Pyetja tjetër, domethënë nëse shohim te bizneset. Disa bizneset normal investojnë dhe më bin edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni. Po momentalisht numri nuk është i duhshëm që të bëna një ndryshim kolektiv të biznesave. Domethënë kena një fjalë popullore. Një kopsht nuk është i bukur me një lule. Neve na duhet më së tepër biznesa. Një trajnim të gjithë mediave, sepse unë jam i hapur. Mediat të organizojnë, një hyn kontakt me ekipën time dhe bëjmë trajnimin në Kosovë, apo bëjmë në Shqipëri, apo në Maqedoni, s'ka lidhje, ose bëjmë diku tjetër. Domethënë mediat duhet të organizojnë dhe mund të bëjnë 3 ditë, 5 ditë ose 10 ditë, varet se sa shpejt.
Përsa që është në botën e sotshme, shumica e njerëzve bëjnë 3 ose 5 ditë trajnim për shkak se detyrave të ndryshme. Për 3 ditë trajnim mediat dhe hyjnë me një mendim dhe ndryshojnë plotësisht kur dalin prej trajnimit që japi. Domethënë, ju e keni në dorë atë sen, veç do të hipni në kontakt për shkak se prenotimet me mua bëhen 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, 6 muaj përpara. Dhe mundësia është, jo se nuk është mundësia, është me thëmë organizimi, dikush të marrë organizimin e parë dhe të fillone tipe me gjithë kontaktet e medjave dhe të kryojt një event që i trajnoj gjithë mediat. Dhe kjo, nëse ata vazhdojnë me atë trajnim, dhe me thënë, ajo ngritja e medjave, ngritja e profesionit, ngritja e të ardhurave, ngritja e bashkëpunimit, ngritja e vizionit, ngritja e qëllimit, ngritja e edukimit, ato do të kenë rezultate që asë njëherë nuk do të kishë mund të paramandrojnë. Dhe ata gjithë, jo veç media, për çdo njeri e shoftu, ata janë duke komunikuar me njëri tjetrin me traumat e tyre. Toni edhe diçka, do ta mbyllim me situatën në Shqipëri, në Tiranë. Ju e keni parë në mënyrë direkte apo indirekte edhe protestat aty, por dua të dal edhe për te protestës tek një lider, si mund të prodhohet? Pra, nëse kjo protestë do kishte një mentor pas për të prodhuar një lider për të udhëhequr turmën. Kam shumë klienta që janë lidera në përbot dhe besoj se edhe trojet tona kanë nevojë për atë send edhe domethënë për çdo lider ata mund të jem kontakt. Por kur i shoh liderat tonë, së pari kur shoh komunikimin, së dyti kur shoh protestat, së treti kur shoh domethënë çka ndodhin me popullatën përgjithësi, çka ndodh me biznesat përgjithësi, prap rikthehen te arsimi, edukimi dhe trajnimi i masës. Domethënë, nëse ke edhe më të kesh në qëllim shumë të mirë si lider, nëse ti nuk je transparent me masën, nëse ti nuk i bën gjërat në mënyrë transparente dhe edukon masën, normal se do të kesh proteste. Dhe ti nëse në lider nuk je i matët, edhe nuk e bin masën, në atë vizion që ke. Dhe më thënë nuk i ke konsultat e duhura, nuk i ke përfaqësueshë në çdo pjesë të Shqipërisë, për shembull, për projekte të ndryshme, kurdo masa do ngrihet dhe do të protestone. Do të thënë protestimi është gjë e bukur, por jo protestimi kur vin edhe ligji. Do të thënë duhet të ketë një bashkëpunim të qartë mes protesteve dhe mes shtetit, po jo veç shtetit, po gjithashtu mes sigurisë, gjithashtu mes bizneseve, gjithashtu mes, domethënë, institucioneve të shtetit, që gjithë ata të kenë një vizion të qartë, një bashkëpunim të qartë dhe mos ketë gjëra që nuk janë të paqarta, se kur jeti në një turbull, nëse projekti i paqartë, natyrisht friga e njeriut dikton se çka do të komunikone. Pra ju në thojza mund ta prodhoni një lider për udhëheqje. Kam prodhuar shumë lidera në Maskenës. Unë rrim Maskenës për shkak se gjithashtu janë disa sende që janë, domethënë duhet shkruaj kontrakta që e mbajat fshehtësi, për shkak se këto janë njerëz kanë me fuqi të madhe, kanë domethënë përgjegjësi të madhe dhe kanë presione të mëdha që unë si ekspert i tyre personal ju ndihmoj. Edhe nga strategjia, po çdo gjë që ndodh brenda një lideri që duhet çlirohet, që duhet përpunohet, që duhet shërohet, që duhet ndriçohen në atë lider, që ai kur del në skenë, kur del në media, kur del çdo gjë, njeriu me zërin e tij, me shembullin e tij, ata frymëzohen. Për gjithë ju që doni të ndryshoni jetën për një fillim të ri, Toni ndodhet në Tiranë, por mund ta gjeni edhe në rrjetet sociale, në adresat e tij dhe kontaktet. Toni, unë të falenderoj shumë për bisedën. Është kënaqësi Dilber dhe faleminderit për derin dhe që të shohim gjithmonë që kishim një bisedë dhe gjithashtu që ndajmë këtë video, këtë intervistë me shumë shqiptar që Shqipëria të ndriçon. Po e mbyllim me fjalën më të bukur dhe më të mirë, ndryshim. Të falenderoj shumë.